Ka pyetje që nuk u bën kur. Ka zëra që ende kërkojnë të dëgjohen. Një ustim për te kohës. Një bisedë me ata që nuk jetojnë më. Intervistë hipotetike me mua Almiron. Mirë se vini në këtë intervistë hipotetike. Sot do t'jemi në një udhtim të veçantë, në kohë dhe në mendje. Do të eksplorojmë botën e Stendalit, shkrimtarit njeriu që shpiku kristalizimin, i cili kuptoi dashurinë, politikën dhe lumturinë më mirë se shumica. Në këtë intervistë si dashur mik, Stendhal do të flasë vetë për jetën, idealet dhe pasionin e tij, duke na treguar se imagjinata, reflektimi fitojnë gati gjithnjë mbi realitetin. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné, pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es? Où t'es papa, 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 où t'es? Où t'es? Où t'es papa, où t'es? Qu'on y croit ou pas, il y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa, et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables. Ah, dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout en aurait hérité. C'est ça, faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché. Ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a bouffé nos doigts. Hey! Où t'es? Papa, où t'es? Où t'es? Papa, où t'es? Où t'es? Papa, où t'es? Où t'es? Où t'es? Où papa, où t'es? Où t'es? 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 Où t'es? Où papa, où t'es? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins
Stendhal, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Në mos gaboj, ju keni lindur diku tek 204 vite më parë, apo jo? Jo krejt, në vitin 1822. Emri Stendhal ende nuk ishte lindur në kuptimin që njihet sot. Pra, Stendhal nuk është emri yt i vërtet, apo jo? Si lindi ky emër? E shpika disa vite më parë, duke plagjatuar dhe duke bërë një gabim drejt shkrimor mbi emrin e qytetit gjerman, Stendhal, ku kisha kaluar si oficer në të 20-tat në ushtrinë e Napoleonit. Tingëllon si një lloj identitetash, pse pikërisht ky emër? Nuk është e qartë pse zgjodha, ishte vetëm një nga rreth 200 pseudonimet që përdora gjatë jetës. 200 pseudonime, kjo është shpërndarje apo është strategji? Ishte pjesë e mënyrës sime të shkruarit. Stendhal, atëherë, mund na thuash kush je ti në të vërtetë? Henry Bailey apo Stendhal? Jam pjesë të së njëjtës histori, pra Stendhal është emri që mbeti. Mirë, do të shkoj tani tek Napoleon Bonaparte. Sa e rëndësishëm ka qenë kjo figurë në jetën tuaj? Është e vështirë të imagjinohem pa Napoleon Bonapartin. Kur Napoleoni u rrëzua dhe u dërgua në Santa Elena në vitin 1815, aty diçka ka ndodhur apo jo? Çfarë konkretisht? U pajtova me Napoleonin. Tingëllon si një mbyllje kapitulli. A ishte vërtet kështu? Jo për shumë kohë. Ku ishet ju në atë periudhë? Isha në vetë mërgim në Milanon time të dashur. Edhe pse u kthyet më pas në Paris? Në qershor të vitit 1821 u ktheva pas disa vitesh largimi. Ka që ndoshta një përkim të fortë, vdekja e Napoleonit dhe kthimi yt? Vdekja e tij i parapriu kthimit tim, vetëm në disa ditë. Rasti apo diçka më shumë? Një rësësi sigurisht, por e atij lloji që ndodh në romanet e mia dhe që dërgon kuptime më të thella. Çfarë përfaqëson Napoleoni për ty në thelb? Ishte idhulli im. Dhe ju, si shkrimtar, çfarë morët prej tij? Bashkova racionalizimin e iluminizimit dhe romantizmin revolucionar. Disa ju quajnë Napoleoni i letërsisë, a e pranoni ju këtë fakt? U bëra në një farë mënyrë Napoleoni i letërsisë, duke përmbysur jo një kontinent, por konvencionet e trillimit. Napoleoni tha, jeta ime ka qenë një roman, po ju? Mund të kishe shpallur, romanet e mia janë tër jeta ime. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangions qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, et nous avions tous du génie. Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches, retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche, et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans.
quand au hasard des jours, je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs, ni les rues qui ont vu ma jeunesse en haut d'un escalier. Je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème, ça ne veut plus rien dire du tout. Pas rikthimit të Bourbonëve në vitin 1814, pse kërkuat ju të largoheshit? Kërkova një rrugdalje. A ishte pra jeta juaj në rrezik real apo? Jo, spionët qeveritar gjëmonin lëvizjet e mia, por jeta ime nuk ishte në rrezik. Mendja ime ishte. Çfarë po ju mbyste në Paris? Obori reaksionar Bourbon kishte thithur ajrin nga qyteti e quaja llumi i tokës. E si ishte klima e lirisë së mendimit tuaj në atë kohë? Për sa kohë që nuk bëheshin shaka për Zotin, priftërinjt dhe mbretërit, për sa kohë që nuk thuhej asgjë në favor të Volterit ose Rousseaus, dhe mbi të gjitha për sa kohë që nuk flitej kurrë për politikë, mund të diskutohej gjithçka lirisht. Pra, liri, por me kushte të rënda, apo jo? Pikërisht. E çfarë bët më pas? Vitin pasardhës u largova nga Parisi për në Milano. E me cilin synim? Isha i vendosur të fitoja reputacion si shkrimtar. Milano ju a dha atë që kërkuat? 7 vitet atje bën mrekulli për dashurinë time për operën, por më pak për shpresat për famë letrare. Si u njihni në atë kohë ju, Stendhal? Isha një figurë letrare marginale, më i njohur në sallonet milaneze se sa librarit pariziene. Me çfarë kishe bërë emër asë kohë? Me pseudonimet e mia, duke shkruar biografi të shëmtuara dhe udhëtime të rrëmujshme. Çfarë ndodhi në vitin 1822 që ta ndryshoi komplet drejtimin? Humbja e Milanos, humbja e Napoleonit dhe humbja e shpresës për të fituar zemrën e Matilde Dembowskit. Tre humbje pra, çfarë prodhuan këto? Çuan në kristalizimin e ambicieve të mia letrare. Vois, c'est moi qui fais ce soir le premier pas. On s'ennuyait un peu mon cœur et moi, en rêvant près de toi. Vois, rien qu'un instant je ne vais pas rester. Je prends de tes nouvelles et je m'en vais. Je ne fais que passer. Moi, je te retrouve au milieu de tes fleurs. Chez toi la vie a toutes les couleurs et le goût du bonheur. Moi, en noir et blanc je vois passer les jours comme un brouillard qui tournerait autour des choses de l'amour. Je sais, en amour il faut toujours un perdant. J'ai eu la chance de gagner souvent et j'ignorais que l'on pouvait souffrir autant. Je sais, en amour il faut toujours un perdant. J'ai eu la chance de gagner souvent. Je t'ai perdu
tout le temps. Vois, c'est moi qui fais ce soir le premier pas. On ne fait plus semblant, mon cœur et moi. On a besoin de toi. Vois, je n'aurais jamais cru qu'un jour viendrait. Auprès de toi je me retrouverai aussi désemparé. Je sais, en amour il faut toujours un perdant. J'ai eu la chance de gagner souvent, et j'ignorais que l'on pouvait souffrir autant. Je sais, en amour il faut toujours un perdant. J'ai eu la chance de gagner souvent, je t'ai perdu tout le temps. Vois, c'est moi qui fais ce soir le premier pas. On s'ennuyait un peu mon cœur et moi. On revient près de toi. Vois, rien qu'un instant je ne vais pas rester. Je prends de tes nouvelles et je m'en vais. Je ne fais que passer. Je sais, en amour il faut toujours un perdant. J'ai eu la chance de gagner souvent, et j'ignorais que l'on pouvait souffrir autant. Je sais, en amour il faut toujours un perdant. J'ai eu la chance de gagner souvent, et j'ignorais que l'on pouvait souffrir autant. Je sais, en amour il faut toujours un perdant. J'ai eu la chance de gagner souvent, et j'ignorais que l'on... Kristalizimi, pra një fjalë që nuk ekzistonte para jush. Si lindi kjo? E shpika në Delamore, librin tim të parë të Mirfield, botuar pas kthimit tim në Paris, në 1822. Pse e konsideroni kaq të rëndësishëm këtë moment? E shpalla atë një ditë genialiteti. E çfarë është në thelb kristalizimi? Është dëshira për të imagjinuar tjetrin, si të dashurin e dikujt. Pra dashuria nuk është zbulim, por krijim apo jo? Dashuria formohet në punishten e imagjinatës sonë. Më konkrete, si funksionon e gjitha kjo në mendjen e njeriut? Ne mbjellim një imazh të një personi tjetër dhe me kalimin e kohës ai mbushet me kristale. E çfarë përfaqësojnë këto kristale? Mirëmi për sosmëri të moteshme që e bëjnë atë imazh kënaqësinë tonë më të madhe. A ke një metaforë për ta shpjeguar të gjithën këtë më qartë, Stendhal? Merr një deg të zhveshur dhe vendose në një shpellë pranë Salzburgut. Pas disa muesh ajo mbulohet me kristale dhe bëhet një objekt me bukuri verbuese. Pra, ajo ishte e zakonshme, bëhet e jashtëzakonshme, apo jo? Po, e njëjto gjë ndodh me shpellën e imagjinatës sonë. Po nëse dikush dyshon se këto përsosmëri janë reale, do të pëshërëtie qartë, ai nuk e ka njohur kurrë dashurinë. atëherë po e vendos dashurinë kundër realitetit. Ndryshe nga shumica e emocioneve që përshtaten me realitetin ton, e ftohtë dashuria formoson realitetin. Kjo është një deklaratë shumë e fortë. Si do të ma përkufizoni këtë mrekulli? Mrekullia e qytetërimit ndodh në furrën e pasionit. Pra ajo që imagjinojmë bëhet reale. Jo diçka që duket reale, por diçka që është reale. Perceptimi ynë për tjetrin. Me kristalizim ju Stendhal flisni për dashurinë. Çfarë është ajo për ju? Është ajo që përjetojmë kur bijem në dashuri me një person tjetër. Sa vendse kjo në jetën tuaj? Ka qenë gjithmonë për mua gjëja më e rëndësishme, ose më saktë e vetmja gjë që kishte rëndësi. A ke jetuar këtë teori apo vetëm e ke shkruar? Kam qenë i praktikuar mirë në këtë alkimi, duke veshur me kristale një sër grash italian. Dhe ke pasur sukses.
Kryesisht jo. Pra, kristalizimi nuk është vetëm për dashurinë, apo jo? Vlen edhe për politikën. A nuk e thua drejt për drejt, por si e tregon këtë? E tregoj herë pas here me prozën time. Si shikoni ju ultraset e ke Kuqa dhe Zeza? Si fanatik pasioni i të cileve për të shkatruar një çerek shekulli revolucion përbën realitetin e tyre. Edhe pse ky realitet është disi i shtrembëruar. Edhe pse objektivisht i çrregulluar. Dhe çfarë besojnë ata? Se mund ta kthejnë kohën pas. Dhe çfarë arrin ata realisht? Vetëm të bindin Julien Sorel se janë qesharak. Si përshkruani ju frikrat e tyre? Ata kanë shumë frikë nga Jakobinët. Shohin një Robespierre dhe turmën e tij pas çdo gardi. Po Jakobinët a janë e kundërta e tyre? Janë imazhi i pasqyrës së ultrave, por gjithashtu më neverisin. Dhe çfarë përçmoni ju tek ata? Pasionet revolucionare që çuan nga lavdia e Bastijës në gjakderdhjen e terrorit. Çfarë ndodhi me popullin në këtë proces? U transformua në një turm që përçonte vlerat e vitit 1789. Në Lucien Leun si trajtohet ky tension, Stendhal? Protagonisti pranon energjinë e republikanëve radikal, por shqetësohet për pasojat e fitores së tyre. Dhe çfarë shqetëson në këtë rast atë konkretisht? Edhe pse ndinjohet nga fati i të varfërve, ai friksohet një të ardhmeje ku jakobinët fitojnë pushtet. Si imagjinoni ju Stendhal atë shoqëri? Një shoqëri ku burrat nuk vlerësohen, por numërohen, dhe vota e punëtorit më të keqardhur ka po aq rëndësi sa ajo e Jefferson. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec des involtures. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute j'ai fait le vide autour de moi, et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans. Stendhal, keni lexuar ju Demokracia në Amerikë para vdekjes tuaj? Nuk ka asnjë tregues që e kam lexuar. Megjithatë, duket sikur ju ndani diçka me autorin e saj. Çfarë konkretisht? Ndaj të njëjtën ndrojtje ndaj marshimit të pashmangshëm të demokracisë dhe tërheqjes së pashmangshme të aristokracisë. Kjo të vendos në një pozicion të pakëndshëm politik, e dini besoj. Po krijon një shoqëri të vështirë për ata që janë si në të majtën ashtu dhe në të djathtën. Por ju shkoni akoma më tej, si e trajtoni politikën? Jam më i ashpër duke i trajtuar përfaqësuesit e saj pas një ndjenjë vëllazërie. E si shikoni ju politikën pas zbejjes së energjisë revolucionare? Si një biznes të shëmtuar ku e mira ja lë vendin lakmis dhe populli bëhet mjeti për pushtet. Jo qëllimi i tij. Është gjitha kjo një gjykim i rënd apo jo? Është pak cinika. Po ndaj qëndrimin se të gjitha qeveritë gënjejnë gjatë gjithë kohës dhe për gjithçka.
Kur mund të gënjejnë për substancën, gënjejnë për detajet. Po impulsi revolucionar, a është shpëtim apo rrezik? Shpesh çon në tirani ashtu si homologu i tij reaksionar. Ju Stendhal e quani veten republikan. Çfarë do thotë kjo për ju? Jam një republikan i sinqert, por një republikan i lindur si të tjerët. Nga vjen kjo alergji ndaj tiranisë? Që nga fëmijëria. A ke një lidhje personale pas kësaj? Po në shkrimet e mia theksoj urrëtitjen për baban tim, të ftohtë dhe autoritar. E lidhni këtë me historinë e Francës apo jo? Po revolta e Francës kundër monarkisë lidhet me rebelimin tim kundër patriarkut. Një moment konkret që tregon. Kur isha 10 vjeç dhe mësova për prerjen e kokës së Luigjit të 14, u kapa nga një nga impulset më të zjarrta të gëzimit që kam njohur ndonjëherë në jetën time. Disa thonë se republikanizmi yt nuk ishte politik por psikologjik. Si do t'i përgjigjeshit? Çdo lloj tiranie më revolton dhe unë nuk kam dashuri për autoritetin. Pra nuk je thjesht i majt. Jam më pak një njeri së majtës se sa një njeri me antipati të rrënjosur ndaj status quo. Kjo të bën të papërshtatshëm për çdo kamp politik, e dini besoj. Refuzoj të përkas çdo klubi që më pranon si antar. Atëherë çfarë mbroni ju realisht? Kritikoj autoritarizimin dhe mbroj liberalizmin. Por edhe kjo ka kufi për ju apo jo? Po mbroj të drejtën time për të mos pasur të bëj fare me ata që përfitojnë më shumë nga liberalizimi. E çfarë mendon opinioni publik për këtë? Tirania e opinionit publik dhe çfarë opinioni është pa aq budallallëk në qytetet e vogla të Francës sa edhe në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pra problemi nuk është vetëm një vend. Të dy kombet kishin pjesën e tyre të budallallëkut. Dhe sot, a ndryshon kjo? Ashtu si atëherë edhe tani. Nëse dikush thotë nuk merre me politikë, çfarë si do t'i përgjigjeshit? Mund të mos jesh interesuar për politikën, por politika është e interesuar për ty. Sakt. Kjo ndikon vetëm në jetën reale apo dhe në letërsinë tuaj? Qeveris jetën e personazheve të mi, po aq sa dhe jetën time. E si shihni ju ngjarjet e mëdha historike të kohës suaj? Nuk janë thjesht përcaktime kohore. Atëherë çfarë janë? Stuhi të mëdha të qenies metamorfoza që peizazhit historik aq të dhunshëm sa fitojnë pothuajse menjëherë mallsinë e thjeshtuar të legjendës. Ju Stendhal këmbgulni që politika nuk ka vend në letërsi. Pse? Prania e politikës në një vepër letrare është si një shtën me pistolet në një koncert. E bukur, megjithatë në romanet e tua kjo shtën dëgohet shpesh. Si e shpjegoni ju Stendhal? Edhe pse shpesh të mbytura, të shtëna dëgjohen vazhdimisht. Atëherë është e pashmangshme politika në letërsi. Burrat dhe gratë kuptojnë botën dhe vendin e tyre përmes politikës. Kjo vlen për personazhet e tua apo jo? Po, nuk është më pak e vërtet për ta. Por politika nuk është vetëm politik apo jo? Shpesh më përzihet me la mystik. Kur ishte më e dukshme kjo përzierje Stendhal? Gjatë ngritjes dhe rënies së Napoleonit. Dhe ju si e përjetuat këtë? Faktet dhe trillimet e karrierës së tij përziheshin në mendjen time në mënyrën krijuese. Të jesh njëkohësisht bonopartist dhe republikan, duket si kontradiktore, në fakt si ishte? Jo, dikur nuk ishte as pak paradoksale, duke krejtësisht logjike. E çfarë bënte Napoleonin kaq të rreqës për brezin tuaj? Imazhi i generali që kaloi nga errësira në famë dhe çliroi qytete nga pesha e monarkisë. Je sais pourquoi tu as pleuré et tristement m'a regardé. Je peux te prendre dans mes bras pour embrasser tes yeux rougis. Mais moi je n'en ai pas le droit, tu es la femme de mon ami. Je sais pourquoi tu veux partir. À moi tu ne peux pas mentir. Je peux te prendre dans mes bras et t'arracher à cette vie. Mais ça je n'en ai pas le droit, tu es la femme de mon ami. Je sens mon cœur tout déchiré entre l'amour et l'amitié que je ne peux départager. Je sais pourquoi
tu as quitté. Celui qui n'a pas su t'aimer. Et moi je t'ai laissé partir à la recherche de ta vie. En moi je n'ai qu'un souvenir, tu es la femme de mon ami. Je sais pourquoi tu veux chanter et pourquoi tu m'as regardé. Je peux te prendre dans mes bras, car aujourd'hui j'en ai le droit. Tu es pour moi depuis toujours le vrai visage de l'amour. Pourtant jamais nous ne vivrons au cœur de la même chanson, au cœur de la même maison. Je voudrais que tu aies compris que si je t'aime, tu es aussi pour moi la femme de mon ami, de mon ami. Stendhal, kur flisni për lumturinë, çfarë keni parasysh? Nuk është këshilla e Bobby McFerrin. Lumturia do të thotë të përballemi me jetën tonë dhe të jemi të ndershëm. Edhe si mund të arrihet kjo? Vetëm në një shoqëri të hapur, një shoqëri e mbyllur si Franca post-revolucionare, e kufizuar nga dallime dhe konvencione shoqërore, e pengon këtë ndjekje jetësore. Çfarë ndodh për ata që e provojnë këtë ndjekje në një shoqëri të tillë? Një ndershmëri e tillë nënkupton vdekjen. Po shembulli i Julien Sorel, si e pasqyroi këtë ide? Ai ishte rrëmbyer nga kujtimi i Napoleonit në prag të ekzekutimit të tij për tentativën e vrasjes së Madame de Renel, mbi përpjekjet e tij heroike për të ngritur mbi origjinën e tij fshatare dhe për t'u bërë zot i vetes dhe i botës së errët të Francës së restauruar. E çfarë ndjen Julien pas këtij reflektimi? Ai e ndjeu veten të fortë dhe të vendosur si një njerëz që sheh qartë në zemrën e tij. Mirë, jemi drejt fundit, tani dua të di çfarë kanë përfshirë të gjitha këto përpjekje. Mund të jenë ato që kemi bërë ne ose të tjerët. Dhe këto përpjekjet e të tjerëve, si të keni trajtuar ju Stendhal? Mund të jenë efektive ose reale. A ka dallime midis tyre në botën tuaj? Jo në botën e Stendhalit. Dallimet e tilla janë pa dallime. Të falenderoj. Faleminderit. Dhe kështu përfundon udhëtimi ynë në botën e Stendhal, një njerëz që vlerësoi ndjeshmërinë, reflektimin, fuqinë e imagjinatës. Stendhal na ka mësuar se dashuria, politika, lumturia janë ngjarje, janë emocione, janë përpjekje të vazhdueshme për të kuptuar jetën dhe veten. Faleminderit i dashur miq që ishit me ne, do të dëgjojmë të njëjtën e ardhshme. Ka pyetje që nuk u bën kurrë. Ka zëra që ende kërkojnë të dëgjohen. Një udhtim për te kohës. Një bisedë me ata që nuk jetojnë më. Intervistë hipotetike me mua Almiron.